Një gjë që unë mendoj që me ka ndihmuar mua, kur kam menduar që jam shumë e lodhur edhe nuk jam e dëshpëruar, me duket si martesa nuk shkoj në asnjë vend, është që jam kujtuar pse u lidha unë në fillim me Nedi. Çfarë ishin ato gjëra të bukura që kemi bërë bashkë, ose çfarë më tërheqi nga Nedi, edhe me ndihmon të fusim prapë tek ato mendime që Nedi me vërtet është një çun, tani është burr, i shumë i mirë, është i besueshme, edhe jam marrë me ato gjërat pozitive. Një gjë tjetër që unë ndonjëherë bëj, është që unë kërkoj ndihmë. Unë kërkoj ndihmë edhe nga Nedin, por edhe nga mikeshat e mia, duke folur për ato gjërat që jam duke kaluar, që janë të vështirë. Sepse realitetin është që ne të gjithë kalojmë sfida në jetën tona, në martesat tona. Edhe janë gjëra shumë të vogla, ndonjëherë kam nevojë vetëm të shpreh ato gjë. Edhe gjithë duke si erdhi dielli në jetën time. Sepse kur unë filloj të mendoj gjërat negative, është ajo spiralin që vetëm shkon poshtë, por jam duke përpjekur të shkoj lart, të mendoj për bekimet që kam në jetën time.